mbrëma. Mërzitje madhe në Portugalisht, eliminohet Portugalia, ikën Cristiano. Sigurisht që Portugalia dështoi sepse nuk e filloi mirë kampionatin botëror, me dy lojtarë të cilët publikisht mbahen nga lojtarët më të mirë, Bruno Fernandes dhe Cristiano Ronaldo, e dëmtuan më shumë se sa pritej Portugalin këtë edicion. Lloj konkurrence me njëri tjetrin, nuk i pëlqente njëri tjetri, nuk ishte atë bashkimin kimik grupi. Sigurisht individualitetet me kualitet lartë duhet të ketë një mirë organizim nga stafi teknik ose ndryshe domethënë dëmtojnë grupin. Në këtë rast dëmtuan Portugalin. Qoftë Bruno Fernandes, qoftë Ronaldo në moshën që ka, ishin në rendimentin e tyre dhe Portugalia praktikisht luajti me 8 lojtarë gjatë 10 lojrave të saj. Ju keni luajtur futboll nivelit lartë, keni vajtur disa futbollistë i parë që nga kombëtari, ja ke luajtur me kombëtar Niket e Ajduku, më i mend atëherë ndryshimet e jashtëzakonshme deri tek në Portugali dhe në Angli. Në syrin e një specialistit mirëfill, që ke luajtur edhe në sulm edhe në fund karrierës mbrapa, Portugalia ishte më mirë me Ronaldo në fush apo pa Ronaldo në fush? Ronaldo u kthye në një çështje e cila donim ne ose nuk donim ne, kjo ndikoi ke grupi. Dhe pavarësisht nga opinionet e specialistëve, komentatorëve ose mediave, Ronaldo është në një moshë që tash është kthyer në një nga ato lojtarë që mund të jenë të mirë në klube, por nuk bëjnë mirë në ekipet përfaqësuese. Dhe Ronaldo në këto momente duhet ta kishte vendosur diçka më ndryshe pozicionin e tij në ekipin kombëtar. Ai vendosi atë që trajneri domethënë e la në fush sepse nuk kishte guximin trajneri për ta ndëruar. Ta themi këtë publikisht. Po normal, ai mund ta ndryshojë trajnerin, po trajneri jo Ronaldo, di edhe. Po. Kjo është fjalë shumë e vende dhe perfekte nga ju, Sulçe. Shumë e vende. Meritokracia është gjë më e ndeshme dhe më me dinjitet në futboll. Mund të jetë kjo ndeshja e fundit e CR7? Me sa po shoh televizorin portugez, ai është i përlotur, më duket sepse përfundoi karrierën e tij në ekipin kombëtar. E kuptoj. Ka në pyetje nga paneli për Edin, Gjevo? Jo, do të pyesja përshëndetje Edin. Gjevair Kaplani? Përshëndetje Edin. Përshëndetje. Fini. Atë doja të pyesja thjesht për atë mbrojtësin e majt për mos gaboj Nuno Mendes. Edhe që ka disa kohë që nga një nivel shumë i lartë që ka luajtur, ka pas shumë dëmtime gjatë kohës fundit, duke pas parasysh edhe ndrimet e shpeshta, edhe sot u ndru. Nuk e di, mos di diçka më tepër në lidhje me dëmtimin që ka pasur? Ai ka pasur një dëmtim në fillim të sezonit tek Paris Saint-Germain. Dhe sigurisht që është një lojtar, një aktiv shumë i fuqishëm i mbrojtjes, qoftë ke klubi, qoftë edhe ke ekipi kombëtar. Por unë jam i mendimit që të gjithë këto lojtarë kanë shumë ngarkesa dhe kanë një sforcim shumë të madh dhe janë shumë të lodhur. Besoj që të gjithë ata që kanë luajtur futboll e kuptojnë që këto nuk janë makineri, por janë njerëz, janë si të gjithë të tjerët dhe nuk mund të marrin çdo 48 orë, çdo 72 orë lojë të nivelit të lartë. Pavli Buneci, trajner moshash, ka një pyetje për ju.